Përshëndetje gjithëve, mirë se vini kanalit tonë. Unë jam Stezi. Unë jam Eleni. Bashkë kemi Stezin Zylfo. Atëherë sot është dita 13 janar, është dita e martë, edhe ne sot, do të thonë, jo ne, për mami, do bëj vizitën e fundit për këtë ndërhyrje. Edhe tani po shkojmë tek mami, që është e katityt në klinikë. Ne ishim të fligjun sepse dje, siç e pa tek vidi radhës, kemi dalë, kati 2 telefipa. Kemi dalë edhe ishin shumë të lodhura, pastaj kemi edituar video ndër i vonë, kemi shkuar me flegjum në orën 2 më duket, edhe deri në orën 11:30 unë edhe Leni kemi flegjumë. Outfitet për sot janë super easy, unë një hoodie të zezë, pantallona të zeza, pucet, edhe vabbè pelushin. Eleni felpë, scarfers, edhe pantallona të zeza, kapucë. Edhe do të shkojmë të filmojmë pak mamin tek klinika. Pse pres? Wait, është 2. E pasha nga të se duket 5. Hajde. Shikoni mamin, atëherë nuk duket ka rezultati, por pak duket besoj. Jo, pak si shumë. Doj. Ma pastaj, a mund ta tregoj ma mirë? Tani duhet të shkëmbejmë foto, po. Okej. Wow. Atëherë, tani ishim mbaruam të Kate. Ne ishim tek Lebon sepse dëshim me hor drek me mamin dhe babin edhe Beatricën, por mami më tha që do rrin tek apartamenti sepse Beatrica po pin çaj mali, edhe unë edhe Leni kemi menduar pse të hajmë mirë kur jemi vete. Shkojmë të kringu edhe të hajmë diçka të tjetër. Kujdes, mua me mungon shumë për shumë poke që nuk di pse, por me mungon shumë. Tani do të bëj poke. Jo, nuk më pëlqen. Vabbè, ka këtu. S'ke Afrik. Nuk pëlqen, po jo, ose edhe sushi na mungon shumë. Por herën e fundit që kam shkuar tek sushi, nuk më ka pëlqyer fare, edhe unë po tek mendja ime me Nova. Ndoshta nuk më pëlqen sushi. Ishim shumë. Ishim e vërtet shumë. Ishim 20 persona me një tavolinë, edhe po hashim shumë keq sepse kemi shku mbas shkollës. Po, ishte ditë e fundit edhe e menuam kështu no, që do ishte gjë mirë, por jo fare. Mos shkoni 20 persona, kështu sepse besoj se është shumë gabim. Ma pse unë për si ti pjat, edhe pjata unë nuk mbaj men, atëherë. Jo, është imi. Po nuk i mbaj men gjërat që marr, domethënë nuk i di as emrat, unë vetëm se shoh aty foton edhe unë dua ata. Por nejse, s'kemi hor fare mirë dhe kështu që mos shkoni asnjë, se është më vërtet shumë gabim. Dhe tani do të shkojmë të Heringu Eleni. Edhe çfarë do haj? Eleni për edhe suflash e s'marin kartë. Kështu që tani do të shikojmë. Atëherë përfunduam tek Burger King. Unë kam marrë patatine dhe chicken burger. Edhe Eleni një të ngjoh. Atëherë mbaruam drekën tanë dhe tani do të shkojmë të Kate tek dentisti për Beatricën, sepse do bëjmë mbushjen e dhomëve. Tani, po, ka pak frikë më duket Bea, po, nëse që po për nejse, dje do të me flegju me ne, edhe unë i thash, do të flesh me ne, vetëm, po do të flasësh në shqip. Filloj të fol shqip, po në vërtet është aq cute kur fol shqip ose anglisht. Nuk e di, e adhuroj shumë, e duam shumë. Se me ne fol vetëm italisht. Kupton anglisht, po fol vetëm italisht, sepse ka tërë. Po, i vjen zor, domethënë. Por nejse, unë i thash ne, treja, nuk do flasim më italisht fare, o shqip o anglisht, vetëm këto dy gjuja. Edhe sot e lini hore me Burger King. Sa keq. Musi të lumbat. Okej, atëherë do shkojmë të kati 3 më duket, sepse dentisti është aty të kati 3. Edhe ndoshta edhe mami dhe babi po zbresin, sepse ishin të kati 8. Tani, po do zbresin të kati 3, atëherë do më thonë se ishin ato. Nëse jo. Okej, po ishin mami dhe babi. Je gati Bea? Po. Sei pronta? Sì o no? Vuoi che sabbia? Bea me kishtin? Yes. Hai un po' di paura oppure no?
Ti fidi sulla dottoressa? Dai un bacio? Dai un bacio? Dai! Bea, se mandi il bacio alla dottoressa è ancora più buona, eh? Manda un bacino, manda un bacino. Eva! Bea? Beatrice? Qa bërë? Erdhëm sipër tek apartamenti që lan kompjuterin dhe ka marrë gjupin e le sepse nuk e kishte marrë dhe tani do zbresim, do shkojmë të marrim produktet për mamin dhe pastaj do shkojmë të bëjmë gjiro si që ju tham edhe përpara. Ora shkoj edhe 4:20 minuta. Po merr telefon mami më duket. Yes. Mami? Hajde pra me prendi. Ma veloce! Tani Bea po vim, jemi tu ardhë. Okej, Bea? Si që papa ke vjenë? Është poshtë, babi. Bea, të marim qadrën, po bjen shi. O, merë. Okej, e ku e kemi donë? Prisni pra su po thonë. Okej. Ku e kemi pas lonë qadrën? Shiko këtu më brenda. Mos ta kemi rejtë këtu. Mos ta ketë marrë babi. Mos ta ketë marrë babi, no? Do e ketë marrë babi të më duket. Atere, sa është ora, mami? 6:02. Është ora 6:02 minuta. Kemi marrë produktet për thojtët tek dyqani, ku i merr gjithmonë mami. Tani po vëm disa gjiro kështu, babi dhe Beatrice shkuan tek apartamenti. Tek apartamenti, do me thonë, kanë shkuar tek lodrat. Pse kishte fillu pak si shi dhe zdeshim që babi dhe Beatrice të hizen të shiu dhe kështu që u kanë kthe mrapçë, por po shikojmë ne për ata edhe po argëtojmë shumë sepse ne kënaqemi të shikuar në përdyqana. O, mami shihit. A të hymë kot? Wow, quello si ka bërë. Po, hajde të hymë kot. Tani mbaruam gjirët e tona, po kthehemi tek ringu. Do shkojmë te ringu. Është ora 7:30, kemi blet edhe disa gjëra tjera që do na i shikoni të veshur, duke i veshur avash tek postat në Instagram, tek storyt në TikTok. Dhe jemi shumë të lumtura. Për herën e parë nuk u kemi penuar për asgjë, sepse edhe vajzat që na i kanë shit gjërat ishin shumë të sjellshme, shumë të mira. Ndërsa janë disa vajza që kur hyjnë tek dyqani shikojnë me syrin keq, domethënë a do blesh apo jo, po te i dole pasi gjë të shikojnë keq. Edhe kështu i kam bezdim. Ndërsa vajzat ku kemi vlet sot ishin super të karine, shumë të mira. Una faccia. Mirëmëngjesi, atëre mbrëmë mbas xhiros të tona kemi shkuar tek ringu me Baby Beatrice që ishte te lodrat dhe me kushëririn e mamit, edhe tani po shkojmë tek Kisha Laçit. U kemi zgjuar me vërtet shumë shpejt, unë sidomos u kam zgjuar në orën 8 që kam lar flokët, ndërsa Leni deri në orën 9:30 ka flejt gjumë. Po, tani pse kanë hyrë tek Lebon nuk e di, por do hyjmë edhe ne tek Lebon. Atëherë sa rritëm në Tiranë, të kemi qenë tek po, i kam unë. Po, kemi qenë të Kisha Laçit, por nuk ju kam filmu. Kemi nisur të më vërtet për shumë kohë. Pastaj kemi shkuar me har drekë dhe u kemi kthu. Po. Jam pak për gjumit edhe pastaj u kemi kthy. Kemi rritur këtu në Tiranë. Tani është ora 4:03 minuta. Dhe Beatrice tani do të shkojë tek lodrat.
e dini shumë mirë, është e fiksuar me lodrat për herën e fundit, ndërsa ne ndoshta do shkojmë të bëjmë një xhiro. Edhe unë jam shumë e lodhme, shumë e lodhme. Por desha me bë xhirën e fundit, për tani do të shikojmë çfarë me bë. Edhe do të rregullojmë valigjen, çantat, por do të shikojmë. Sepse kemi shumë rroba, i kemi lar, i kemi hallakat gjitha ne tek apartamenti dhe duhet të rregullojmë. Mbaruam sot në vita fundit, edhe në varë vizitën e fundit, ka shkuar të shumë mirë, do bëj disa mjekime vetë, mbasi të bëj dush, sa akoma sa më Vetë? Ti vetë? S'është asgjë, vetëm me betatin edhe fashion, asgjë tjetër. Order. Okej, këto janë në zemër. Atëherë guys, unë tani kam ardhur në shtëpi. Ka ardhur në shtëpi krejt më mu, sigurisht, por marrë me Stacyn kanë dalë në bërë disa gjëra edhe sepse Beatrice dëshi një labu. Atëherë, është ora 10 edhe unë edhe Lena tani po shkojmë të hajmë diçka këtu poshtë tek apartamenti. Po, Bea? Si, Bea, capito. Edhe unë edhe mami kemi bërë shumë xhiro, kemi hecur 3 orë në kom. Edhe kam flegjuar. Eleni ka flegjuar, po mirë e bëri, sepse më vërtet ishim shumë të lodhura. Fytyra ime më djeg nuk di pse, por i kam hedh krem tani, kështu dukem pak e djersitur, por është kremni. Edhe shpresoj që të jetë haptë, pikapë, pse babi thos se është myll, sepse nuk është dita ashtu në diell se rrin haptë, por në live dhe ju më tha që më 10 në orën 11. Ne duam të marrim një picë të thjeshtë, unë edhe Len të hajmë bashkë, e shpresojmë që të ketë, që të jetë haptë. Kam shumë uri, unë e kam fytyrë me vërtet shumë keqëm. Por nejsen, sot natën në orën 3 do të zgjohemi dhe në orën 4 kemi, do me thonë, kemi Uber e Kate, klinikës Kate, që do të na qoj në aeroport edhe në orën 6 kemi fluturimin. Shikoni Lebon sa ua, ele janë të hej gjërat e Krishtlindjes më duket. Sa gjinë përa punojnë edhe kështu natën. Vabbè nese, se edhe babi jonë punon natën, por atëherë, ka maftoftë kur dalim në mëngjes se tani dolem pa gjupë se themi, kemi thonë hajde që janë Jemi këto po. 2 hapa. Tani do të shikojmë se bashkë me juve po do jetë hapt apo jo. Atëherë, lokalet shto janë hapt. Lokalet po. Edhe besoj se është edhe normal. Por pick-up me jetë më dhe Leni do të qaj. Janë shumë e fiksuar tani. Ele shikoti, po është e haptë. Yes! Kemi mbaru darken, tani po shkojmë tek apartamenti. Duam të themi diçka, por nuk mund t'ja themi. Se Sem lei telefonate. duhet, Eleni, kështë tip 7. Nejse. Dua që shpjegoj ata nuk mund t'ja shpjegoj sepse më ja. se i vje video. Jo, do ju themi në live. Pa në live, po. Okej, në live do ju themi. Mirë mëngjesi, atë është ora 3 e 32 minuta. Nuk di pse tek aparati duket aq keq shtyra ime, por nuk është aq keq. Kemi këtë çantë që është plot. Kjo që është plot. Kjo e Beatrices akoma më plot. Kjo super plot. Pastaj kjo është gjas me çanta ime. Do maj ndor këtë edhe do vesh atë felben tjetër edhe do vesh edhe. Ne që jemi për gjumsh. Edhe të rrikim. Si e mami? Super. Tregoj e barku. Do më mungojmë të ditët këtu. Ka që një eksperiencë shumë bukur. Do më baj përsen për 20 ditë. What? Ma shumë se një muj. Vabbè, però prit. Momenti më i bukur. E këtë eksperiencës. Momenti me thonë unë? Po. Momenti kur kam pa barkën. Edhe kur kam një atë të sapo. Ishte moment shumë i bukur, të marrë me ndova
Si të qaj, si të brenda, të... No, mama, daj, tani, me vërtet mos me hym rena? Do të na bësh e këtë gjë? Zitesh në mua të nësa nuk futëm në sa të person. Jo, si t'ja bëj butë të ditë për një forcë. E cek futu tani mos. Ma veramente? Nuk do me pas me vërtet i shpi nuk do fut, që? Nuk e ti, ndoshta të më kapë të ishte momenti me i bukur, kam e qep, duke qeshur. Që imagino kjo që nuk hy, jo nuk du me hy mo. Ja, e kisha fillu në ta për sot. E knaqë ma vetë, hajde. Nuk e di isha këtë pjesë. Si di isha, maj? Mama, sinceramente, kur personi merë një impenjo, që merë avionin, le vajzët për shkollë, e kështu? Që... Shikoni sa çanta kemi. Valigjen. Bye bye. Kemi malë se bebe. Qa fatë? Okej. Shkum para ne sepse jemi plot me gjëra edhe nuk na zë ndotë ashensori me gjithë këto valigje. Por tani unë po mendoj pse na ka zonë herën kur kemi hyp. Se sa che buca ci sta tutto. I'm serious. Qa kishte hunë të gjasme? Jo, për zotin, nuk e kam, për zotin e kam lënë të kejt, për zotin. Kush të gjeti? Si e kartën identita. E zemrës. Shmërzit. Po, shmërzit sepse të gjasme ke lënë të kejt edhe i të gjeti në 2 sekonda. Shek e ke. Dhe pse shak? Po, ishte bukur sepse mos të shifkot, mos të shifkot. Po. Vjetë, shikoj, si e jepi shajë.